Gjilan. Nderuar kryeministri i Republikës Kosovës dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, zoti Albin Kurti. Shumë i nderuar kryetari i Partisë Shqiptare Demokristjane, zoti Rizef Morina. Të nderuar ministra, të nderuar kolegë kryetar komunash, kryetari i Kabinetit Kadir Rahimaj, të nderuar kandidat për deputet, në këtë rast edhe më të veçantë pasi kandidat nga Gjilani, për të cilët kam një obligim shtesë, të dashur aktivist televizjes, mbështetës qytetar Gjilani Tetana Moravës. Mirë se keni ardhur në këtë tubim të madh të koalicionit tonë fitues në zemër të qytetit të Gjilanit, qyteti i cili gjithmonë ka ditur të qëndrojë drejt, të punojë ndershëm e të besojë në ndryshim edhe atëherë kur të tjerët nuk kanë besuar. Sonde jemi mbledhur për të konfirmuar edhe një herë vizionin tonë të përbashkët për Republikën e Kosovës, për një Kosovë që është më e drejtë, për një Kosovë më të zhvilluar, më demokratike e më të fortë, në një Kosovë ku puna vlerësohet, ku ligji respektohet dhe ku interesi publik vendoset mbi çdo interes tjetër parcial. Në vitet e fundit kemi dëshmuar se ndryshimi është dhe ka qenë i mundur. Kemi dëshmuar se shteti mund të qeveriset me përgjegjësi, me integritet dhe me përkushtim ndaj qytetarëve të tij. Kemi dëshmuar po ashtu se kur institucionet punojnë për qytetarin, përfitojnë të gjithë, përfiton i gjithë vendi. Edhe Gjilani, të dashur qytetar, padyshim, ka dhënë kontributin e vet në këtë rrugtim të rëndësishëm. Bashkë kemi punuar për më shumë investime dhe për më shumë mundësi të zhvillimit. Por po ashtu e dim që kemi ende shumë punë për të bërë dhe shumë objektiva tjera që kanë mbetur për të realizuar. Prandaj sonte mesazhi ynë është i qartë. Rruga që kemi nisur duhet të vazhdojë. Kosova ka nevojë për stabilitet, për punë, por edhe për vizion. Ka nevojë për institucione të forta, për një shtet që u shërben të gjithëve. Gjilani, për herë të parë, pas shumë vitesh, në këto vitet e fundit, ka marrur vëmendjen e merituar, por në të njëjtën kohë dhe që i ka munguar nga niveli qendror. Projektet, investimi dhe partneriteti institucional mes qeverisë dhe komunës tonë kanë dëshmuar se kur ka vullnet politik dhe qeverisje të përgjegjshme në të dy anët, rezultatet padyshim që nuk mungojnë. Kjo vëmendje duhet të vazhdojë dhe do të vazhdojë padyshim edhe në vitet që vijnë. Motoja jo në këtë fushat e thot më së miri atë që ne besojmë, krejt për shtet dhe shtet për krejt. Sepse kur secili jep kontributin e vet për shtetin, shteti bëhet më i fortë, e duke qenë më i fortë është edhe më i aftë që t'i shërbej secili qytetar, çdo familje dhe secilit komunitet pa dallim. Të dashur qytetar, ju falenderoj për besimin, për mbështetjen dhe për energjinë që po jepni kësaj fushate. Faleminderit që po dëshmoni njerë se sonte në Gjilan jemi të gatshëm të vazhdojmë rrugën përpara me vendosmëri, me besim dhe me vizion. Me 7 qershor, numri 116 dhe vazhdojmë rrugën që kemi nisur bashkarisht. Tani, me kënaqësi të veçantë, ju ftoj ta presim me duar trokitjet më të fuqishme kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Albin Kurti. Të dashur qytetar të Gjilanit, zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër, mirë se gjejmë njëri tjetrin në një ditë të veçantë kur janë bërë bashk gjitha moshat, të dy gjinit, gjitha profesionet për një fitore tjetër historike, për një rekord të ri televizjes Vetëvendosje që do të kumboj jo veç në Moravë e në Republikën e Kosovës, por në mbar shqiptarin e më gjërë nesër një javë me 7 qershor, atëherë kur parafërsisht në këtë orë të mbrëmjes, komisionerët dhe vëzhguesit teksa i numrojnë votat, do të thonë se numri 116
lëvizjave të vendosje me partnerët e saj të koalicionit parazgjedhor fitoj mbi 60% të votave në Kosovën Barë. E pra, ne jemi në këtë situatë pa dëshirën tonë, neve nuk na nevojitet edhe një fitore, 51.1% ishte fitoria 28 dhjetorit, duket që blokut opozitari nevojitet edhe një humbje, prandaj me datën 7 qershor, i madhe i vogël, me miqë dashamir, kushërit të afërt e të largët, me bashkadhetarët që do të na bashkangjitën e shumë prej tyre besoj që janë tashmë këtu sonte, ta sigurojmë fitoren e cila siguron konstituim të shpejt të institucioneve të Republikës në legislaturën e 11. Votën tuaj ne kërkojmë jo vetëm nga përvoja e mirë me neve, por edhe për shkak të zotimeve tona treja. Në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar, 1 miliard euro për prodhimtarin. Të gjithë ata që prodhojnë do ta kenë Republikën e Kosovës garanci për kredit investive në banka, pa nevojë për të lënë hipotek, tokën, veturën apo shtëpinë. Mandati i ardhshëm është mandat i prodhimtarisë që do ta transformoj përgjithmonë si asnjëherë më parë industrinë e vendit tonë për të mirë. Përveç 1 miliard euro për prodhimtarin, edhe dritarja për investimet e diasporës 100 milion euro. Shtesë 1 miliard euro për prodhimtarin. Punët e mira e të mbara që i kemi nisur në mandatin e kaluar, shtesat për nënat Lehona dhe fëmijët vazhdojnë dhe shtohen. Shtesat për Lehona e ndjekin ritmin e rritjes së pagës minimale, që nga një korriku do t'jetë 500 euro, e shtesat për fëmijë që s'fundmi në mandatin ton i kemi bërë 30 euro për familjet që i kanë deri në 2 fëmijë, e 45 euro për ata 3 fëmijë më shumë, në mandatin e ardhshëm do t'i dyfishojmë, ashtu që një familje me 2 fëmijë i merr 120 euro, një familje me 3 fëmijë merr 270 euro, një familje me 4 fëmijë merr 360 euro, një familje me 5 fëmijë merr 540 euro, sa ma shumë fëmijë, aq ma shumë shtetin do ta keni pranë jush si mbështetje e dashur. Këtë ne e bëjmë për shkak se fëmijët nuk janë vetëm anëtar të familjeve, por edhe qytetarë të Republikës, që janë thelbi i së tashmës dhe i së ardhmës sonë. Një shtet që nuk dëshmohet të nënat dhe fëmijët, mas shumti e mas pari, është shtet i paplot. E ne duam një shtet të plot, edhe në kuptimin social e progresist, jo vetëm në atë të sovranitetit shtetëror e të integritetit territorial. Superpunën për trit e vazhdojmë me superpunën për gratë. Çdo ndërmarrje që punëson grua, ne garantojmë që për 6 muaj do ta ketë pagën minimale. Pra 6 muaj nga 500 euro, të cilat nuk tatohen, se deri nivelin e pagës minimale nuk ka tatim. Rrjedhimisht edhe 6.000 euro të para fitim për bizneset janë pa tatim. Superpuna për gratë do t'ja shtoj fuqisë punëtore në Kosovë, gratë e vendit tonë, e në anën tjetër, shteti do të kujdeset që të ketë sa më shumë qerdhe, të ndërtojmë të adaptojmë hapësira për qerdhe për fëmijë, me sistemin e bonove të mundësojmë prindrit që me bonot i dërgojnë fëmijët edhe në qerdhe jo publike, kur nuk ka publike, e nëse nuk jenë asnjëra prej këtyre, por gjithsesi çdo herë që gjyshrit dhe gjyshet kujdesen për nipat edhe mbesat, kur të dy prindrit punojnë, 100 euro shtesë mbi pensionin e tyre.
Ju e dini që e kemi ekzekutuar tashmë, jo në fund vitit, po qysh në fillim pagën e 13 në sektorin publik, kjo do të vazhdoj edhe në vitet e tjera, por kemi nisur dialogun me sektorin privat, që edhe ata punëtorëve t'ua japin pagën e 13 dhe i falenderoj bizneset private që tashmë e kanë bërë këtë gjë. Përveç se 1 miliard për prodhimtarin, në mandatin e ardhshëm edhe 1 miliard euro për ushtrin. Forca e Sigurisë Kosovës në vitin 2021, kur më keni zgjedhur kryeministër, i ka pas 2200 pjesëtar. Ja kemi shtu dhe 2700. Si vjetë e kalojmë 5000. Dhe ajo qka ma bëri zemrën malë këtë javë është që për 320 vendet lira që i kemi hapur në FSK kanë aplikuar tashmë mbi 2003. Pra më shumë se 6 veta për një vend që do të thotë se do të kemi cilësi për ushtrinë e Kosovës. Përveç se kemi ma shumë se 2 fishim të ushtarve, kemi ma shumë se 3 fishim të buxhetit, kemi ma shumë se 4 fishim të trajnimeve jashtë vendit, kemi ma shumë se 100 fishim të shpenzimeve për armatim dhe pajisjet të tjera ushtarake. E në mandatin e ardhshëm i bëjmë bashkë ekonominë dhe mbrojtjen, përkatësisht investojmë në industrinë ushtarake. Bashkë me kompaninë nga Turqia, MKE, për 20 milion euro, po e ndërtojmë fabrikën në 140 hektar Njahoz Gjakovës, si zonë industriale e posaçme e mbrojtjes, fabrika me infrastrukturën përcjellëse do t'jetë 19 hektar dhe para vitit 3 2027 do të prodhohen fishekët e parë 5.56 mm dhe 7.62 mm made in Kosova. Përveç prodhimit të municionit, do të kemi edhe prodhimin e dronëve, 3 lloj dronëve, tashmë i kemi blerë, 4 do ta prodhojmë vetë. Në këtë mënyrë po e forcojmë ushtrinë tonë, jo për të keqen e ndokujt, po për të mirën e popullit tonë. Pra për ta mbrojtur kufirin, për ta mbrojtur paqen e sigurinë, për ta mbrojtur progresin demokratik të vendit tonë. Dhe unë besoj që kjo është mënyra më e mirë për të qëndruar besnik amanetit të dëshmorëve të kombit dhe luftës së lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Veç se përveç detyrave për policinë dhe ushtrinë, me çrast policisë ja kemi rritur buxhetin për 2/3. Janë edhe disa detyra të ndërmjetme, të cilat e bëjnë të domosdoshme formimin e Gjandarmerisë së Republikës Kosovës, që do të kujdeset për vijën e gjelbërt kufirit, pra vija kufitare ndërmjet vendkalimeve kufitare, do ta luftoj terrorizmin, krimin e organizuar, do t'i mbyll gjitha shtiqet e kontrabandës dhe do ta ruaj infrastrukturën tonë kritike. Nga 27 vendet Bashkimit Evropian, së paku 18 shtete e kanë gjandarmerinë. Mund të mos e quajnë ashtu, për shembull italianët i quajnë karabinier. Mirë po bëhet fjalë për të njëjtin informacion. Edhe ne do ta kemi gjandarmerinë tonë dhe ajo do ta kompletoj arkitekturën, infrastrukturën dhe strukturën e mbrojtjes dhe sigurisë së Republikës Kosovës. Me Republikën e Shqipërisë do ta kemi bashk një sit të përbashkët me forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe do ta mundsojmë kalimin e ushtarakëve nga Mërgata në FSK, por edhe të profesionistëve nga Shqipëria gjithashtu në FSK. Tjetra, do të themelojmë kompaninë ajrore publike dhe do ta bëjmë ndriçimin e autostradave me sistemin smart,
që të kemi sa më shumë qarkullim të lirshëm e të sigurt, edhe në tokë, edhe në ajër. Tjetra është që për këto të arritura na duhet një reform e sistemit tonë arsimor. Nëse investojmë 1 miliard në mbështetje për prodhimtarin, na duhen edhe universitete e shkollat mesme që e furnizojnë industrin tonë të re me kuadro profesionale. Prandaj sistemi dual përveç 16 profileve do t'i ketë edhe 10 të reja. Pastaj do t'i kemi 5 gjimnaze të ekselencës anë mban Kosovës, do t'i strukturojmë e profilizojmë universitetet publike, nuk mund t'jesh si universitet publik i mirë njësoj për të gjitha drejtimet. Ata të cilët kanë mbaruar magistratura e doktoratura, do t'ua krijojmë mundësinë për një pagë shtesë të shërbejnë jashtë vendit ku jetojnë dhe të kenë edhe përvojë pedagogjike përveç se jetë akademike duke u bërë mësimdhënës në shkollat e mesme. Do t'i rishikojmë tekstet shkollore, kemi filluar me gjuhën e matematikën e do të vazhdojmë edhe me të tjerat, dhe për studentët do t'a dyfishojmë edhe shumën e buxhetit edhe numrin e bursave për ta. 18.000 bursa për 20 milion euro i kemi pas në këto 4 vjetë të shkuara, tash do t'i dyfishojmë këto me qrast theksi i veçantë përsëri të shkenca, teknologjia, inxhinieria edhe matematika. Për studentët që studiojnë më larg prej vendbanimit, do ta kemi bursën e mobilitetit, sa më larg që studion, aq më shumë do të financohesh, veç lexoni, mësoni e studioni sa më shumë, sepse shteti do t'ju mbështes si askush tjetër, si asnjëherë më parë. Në drejtësi, do të themelojmë prokurorin e re specializuar kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, do të kemi zyre për hetime disiplinore si një strukturë e re e cila garanton balans dhe kontroll efektiv ndërmjet pushteteve, do të digitalizohet rrënjësisht sistemi i drejtësisë dhe do të themelohet byroja për konfiskimin e sekuestrimin e pasurisë së palegjshme e të pajustifikueshme. Të dashur qytetar, ne nuk kemi asgjë kundër të pasurve, asgjë kundër pasurisë, asgjë kundër pasurimit. Ne dëshirojmë që njerëzit të pasurohen nga puna, dija, talenti. Ne dëshirojmë që sa më shumë njerëz të jenë sa më të pasur. Veç se byroja për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme themelon vlerën e drejtësisë e transparencës, ku duhet të ketë përputhje midis të hyrave dhe pasurisë. Pra po e ritheksoj, asgjë kundër të pasurve, pasurisë ose pasurimit, veç që na kem qef me ditë qysh. Pra duhet të jemi transparent. Kush, kur, qysh u pasurua. Ata të cilët jenë pasuruar ndershëm sipas ligjit e me punë, as kush nuk ka pse të friksohet. Por duhet të jemi të hapur me njëri tjetrin. Sepse vetëm kjo është mënyra qysh fëmijëve të sotëm dhe fëmijëve që do të lindin në të ardhmen, ne do t'u lëmë një Kosovë të pastër, një Kosovë të shëndetshme, ku konkurenca fer nuk përjashton asnjëri dhe ku shancat e barabarta lulëzojnë për progres edhe të përgjithshëm edhe individual. Do të kemi programin Anë Mban me një bilet të integruar mujore, 10 euro në muaj. Trafiku urban e ndërurban të qarkulloni gjithandej Kosovës lirshëm.
do të ketë edhe subvencionim nga shteti në mënyrë që të mjaftojnë 10 euro për biletën e integruar. Mëtej, deri në 500 milion euro do të investojmë për Brezovicën në malet e Sharrit, e gjithashtu dhe për qendrën turistike në Bjeshkët e Nemuna në Dugagjin, dhe do ta kemi mandatin e hekurudhave. Përveç hekurudhës Hani Elezit, Fush Kosovë, Mitrovic, Leshak, përveç hekurudhës Prishtinë, Durrës, përveç hekurudhës aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, kryeqyteti i Republikës Prishtina, do ta kemi edhe hekurudhën e cila do të fillojë të ndërtohet mandatin e ardhshëm Prizren, Ferizaj, Gjilan, Bujanovac. Përveç se mandat i hekurudhave, do t'jetë edhe mandat i digave, me qenë se Kosova, në veçanti rrafshi i Kosovës, ka mungesë të ujit për pije, për bujqësi e për industri. 5 digat e kanë të përfunduar studimin e fizibilitetit, do t'i bëjmë edhe 4 studime të tjera për 4 diga të reja, e këto 5 diga janë i Kuqicës në Skënderaj, i Pollatës në Podujev, i Dragaçinës në Suarek, i Desivojsës në Kamenic dhe i Firajës në Shtërpës, nga i cili përfiton si rezervuar uji edhe komuna e Gjilanit. Të dashur qytetar, për neve, sovraniteti shtetëror, integriteti territorial, shkon nëpërmjet sundimit ligjit. Edhe në jug, edhe në veri, edhe në lindje, edhe në perëndim. Prandaj, për neve nuk ka kompromis asnjëherë, askund me askënd sa i përket sundimit ligjit. Kjo është arsyeja pse ne nuk kemi mundur t'i tolerojmë atë që është toleruar nga qeverit pararendëse në Kosovën e pavarur. 28 komuna paralele të Serbisë dhe 5 qarqe të tyre kanë operuar anën banë Kosovës. Të gjitha i kemi mbyllur cep më cep Republikës tonë. Janë mbyllur 37 rrugë ilegale, 29 prej tyre në veri. Janë shkatruar 23 laborator të drogës, 13 prej tyre në veri. Janë zbuluar 12 lokacione me depot të armatimit në veri dhe janë konfiskuar të gjitha ato në vlerë prej 15 milion euro vetëm për rastin e Banjskës. Janë mbyllur 6 filiale të Bankës Postare të Kursimeve të Serbisë. Është mbyllur Dega e Bankës Popullore të Serbisë dhe Thesari i Serbisë. Në verit Kosovës dhe gjithandej, edhe paguhet energjia elektrike, edhe dinari është ndaluar si mjet pagese. Mbi 4.000 qytetarë serb i kanë dorëzuar targat ilegale dhe janë pajisur me ato zyrtare e Republika e Kosovës, ndërkaq afër 6.500 qytetarë serb i kanë invaliduar patent shoferët e Serbisë dhe i kanë ato sikurse ne të Kosovës tonë dashur e të përbashkët. Të dashur qytetarë të Gjilanit, ne si vetëvendosje bashkë me Partinë Guzo, Partinë Alternativa dhe Partinë Shqiptare Demokristiane të Kosovës, po bëhemi ma shumë se shumica e është për të ardhur keq që opozita po ngelet edhe më pak se pakica. Nuk ka pasur nevojë të jemi këtu e kështu. Por 4 propozime gjeneroze i kemi pasur, 4 propozime që hasën në 4 refuzime. Ju propozuam bashkëqeverisje, thanë jo. Ju propozuam rokat me dispozitës së kryetarit Kuvendit dhe Presidentit të Republikës, thanë jo. U tërhoq Glau Konjufca me Fatmire Mulhoxha Kolçakun dhe i thamë propozoni ju 3 emra, ne ja u sigurojmë edhe në nënshkrimet edhe votat, edhe opozita ta ketë presidentin, thanë jo. Dhe në fund e propozuam një lidere të shoqërisë,
civile, doktoreshën e nderuar nga Gjilani, Feride Rushiti, si figurë konsenzuale, prapë thanë ju. Prandaj, në këtë situatë, në të cilën po humbim mjetet të shtetit dhe kohë të vlefshme të institucioneve, ose të domosdoshme që këtë të ndërprejmë, dhe këtë blokim opozitar e ndërprejmë me një rekord të ri të fitores e vetëvendosjes. E kjo fitore e ka datën 7 qershor, e ka ditën të diel dhe e ka numrin 116 si me 28 dhjetor. Pra, numrin e kena të njëjtë, vetëm ajo që duhet ndryshoj është të rritet përqindja edhe numri i votave. Me 28 dhjetor, ju bashkë keni sjell vitin e ri 2026, 3 ditë para se që shkru në kalendar, e tash me 7 qershor, sjelleni verën në vitin 2026, një 2 javë ma heret se sa që shkru në kalendar. Të gjithë bashkëdhetarët që janë regjistruar për të votuar me post, duhet ta bëjnë votimin para datës 5 qershor, ndërka që datën 6 qershor e kanë ata që votojnë fizikisht në për ambasada e konzulata, e ata që nuk janë të regjistruar për të votuar, besoj tashmë kanë planifikuar për të udhëtuar me aeroplan, autobus, automjet. Me 7 qershor në bashkoheni jo vetëm në votim, por edhe në festim. Këtu në Gjilan, në këtë kryeqytet të Anamorovës dhe anën ban komunave të Republikës Kosovës. Se ne jemi krejtësisht ndryshe prej pararendësve tonë të dashur qytetarë, e tregojnë aq shumë fakte, por ajo çfarë është edhe për te i pritjeve tona, është mirë menaxhimi i ndërmarrjeve publike. Ndërmarrjet publike në 3 vjeçarin para qeverisjes sonë kanë krijuar humbje kumulative 59 milion euro. Ndërkohë që ne, në mandatin tonë, kemi krijuar fitim kumulativ agregat 195 milion euro, e deri tash që po flasim edhe me qeverisjen detyrë, 214 milion euro. Prej minus 59 milion euro, plus 214 milion euro. Kjo tregon se si fiton shteti kur nuk ka korupcion qeveria. 3 shembuj konkret. Telekomi i Kosovës. Telekomi i Kosovës në 3 vitet e fundit, 2023, 2024, 2025, 23 milion euro fitim. 2 vjet ka 7 milion, 1 vjet 9 milion. 23 milion euro fitim për 3 vitet e fundit. A 2 mandate para neve ku kanë qeverisë ta bashkë gjitha partit, her ka 2, her të 3, për 8 vjet, 149 milion humbje. Telekomi i Kosovës për 8 vjet para neve, 149 milion humbje, a vesh në 3 vitet e fundit qeverisjes tonë, 23 milion euro fitim. Ose, merrem një rastin tjetër, rastin e postës të Kosovës. Posta e Kosovës në vitin 2025 e ka mbyll me 1 milion euro fitim. 31 zyra i ka hap anën bankë Kosovës, 8 prej tyre në veri Tibrit. 1 milion euro fitim në vitin 2025. 5 vjet para qeverisjes sonë, 2016-2021, minus 9.3 milion euro. 9.3 milion euro humbje për 5 vjet. Në vitin e fundit 2025, 1 milion euro fitim. Posta e Kosovës. Ose Iber Lepensi, kompania Iber Lepens, në 3 vitet e fundit, 3.5 milion euro fitim. 5 vite,
kur u ndrojshin qeverit për mos me ndrru kurgjë, para ardhjes tonë, minus 22.3 milion euro humbi. Merreni me mend, prej minus 22.3 në plus 3.5 milion euro i bërlepensi ndërmarrje publike. Ne kujdesemi jo veç për shëndetin financiar, po edhe për shëndetin publik. Prandaj, më në fund e kaluam ligjin në 2 lexime në Kuvendin e Republikës për sigurimet shëndetësore. Kjo i hap rrugë ndërtimit të sistemit informativ shëndetësor dhe përfitimet e para të fundit të sigurimeve shëndetësore do t'jetë lista e barnave të rimbursueshme. Me që rast, bari, ilaçi, nëse është në atë listë, me recetën e mjekut dhe me letër njoftim, edhe në barnatore private nuk do të keni nevojë të paguni. Buxhetin për listën e barnave esenciale e kemi gjetur 24 milion euro, tash është rreth 7 milion euro, mandatin e ardhshëm e bëjmë 100 milion euro. Në përgjithësi, qytetarët e Republikës në vjet blejnë parafërsisht 120 milion euro barna. Para ardhjes tonë në qeveri, vetëm 24 milion kanë qenë të mbuluara. 24 milion prej 120 milionve i bie 20%. 80% nga xhepat e qytetarëve. Tash 7 milion mbulohet prej 120 milionve, që i bjen gati 60%. Ndërkaq mandatin që do ta fillojmë, do ta mbulojmë 80% të kostos së barnave që blejnë qytetarët e Republikës për shëndetin e tyre. Secili qytetar do ta ketë nga një kontroll të plot një herë në vit, check-up, që i thonë në anglisht, në mënyrë që t'i parandalojmë sëmundjet, por edhe ta kemi një pasqyrë të gjithëmbarshme të shëndetësisë publike. Në Gjilan, të dashur qytetar, po i përmendi disa investime që po i kryen qeveria, duke filluar nga stadiumi i qytetit me kapacitet prej 8750 ulësësh, e më lejoni që edhe një herë ta uroj dritën që u bë kampioni. Kostoja e përgjithshme është në shumën prej 12.740.000 euro, po punohet pa u ndalë në mënyrë që gjithçka të përfundojë në vitin e ardhshëm 2027. Dhe kompleksi i banesave për çifte të reja dhe familje nevojë ka filluar në sipërfaqe prej mbi 12.000 metra katror, vlerë investimi prej 4.5 milion euro për 71 familje, 57 banesa të reja do t'jenë për banim përballueshëm dhe 14 social. Por të mos i shtuar ato çka i thot rregullisht kryetari i komunës Alban Hyseni, po kaloj me një herë tek çfarë do të bëjmë për Gjilanin mandatin e ardhshëm. Gjilanin do ta bëjmë me ngrohtorët e qytetit. Kjo është themelore për kursimin e energjisë dhe për ambiente të ngrohta në për shtëpitë e banesat tuaja. Dhe kjo me kostot përballueshme ndikon në ruajtjen e ambientit dhe përmirësim cilësisë së jetesës banorëve. Spitali modern i përmirëson cilësinë e shërbimeve shëndetësore për pacientët dhe krijon kushte më të mira të punës për profesionistët shëndetësor. Do të kemi poliklinikë specialistike stomatologjike në Gjilan me shërbime të avancuara, për sigurimin e ujit pishëm 24 orë në ditë, përfiton Gjilani pra nga ndërtimi i degës së Firajës, por edhe nga projekti Flows që është në proces të realizimit. Pastaj, autostrada Prishtinë-Gjilan, si gjitha projektet e trashëguara me probleme të theksuara, do ta bëjmë shumë shpejt. Impiontin për trajtimin e ujrave të zeza ka nisë realizimin dhe siguron zgjidhje të përhershme për problemin e ujrave të zeza dhe ujrave atmosferike. Do ta zgjerojmë rrjetin dhe rehabilitojmë aty ku ka nevojë. Çdo fshat i madh ose grumbull fshatrash më të vegjël do ta kenë impiontin e tyre të vogël. Zotohemi për realizimin e 2 projekteve madhore
për qytetarët e Gjilanit, qarkorën e vjetër dhe 3, duke përfshirë edhe shpronësimet dhe shumë e rëndësishme zona ekonomike, e cila e shëndron Gjilanin në qendër të zhvillimit ekonomik të Anamorovës e Mëxhër. E kemi marrë vendimin për 146 hektar, po i nisim procedurat dhe ndërtimin e zonës e cila fillon në vjeshtën e vitit 2026, pra si vjetë. Por për t'i realizuar të gjitha këto, na nevojitet fitoria e numrit 106 edhe deputetve të listës sonë, të cilët janë kandidat e do të jenë deputet të arshëm legislaturën e 11, prej numrit 1 deri në numrin 110, në list i keni 39 gra e vajza, ka artist e sportist kulminant, ka ushtarak karriere, njerëz përgatitur për mbrojtjen e Republikës, ka mjek të ekselencës, profesionistë që qytetarët ua kanë besuar edhe jetën e tyre, ka financier e ekonomist briljant, pastaj ka profesor nga pothuajse gjitha disiplinat, ka njerëz të dijes të kërkimit shkencor, njerëz që kanë formuar breza të shumë studentësh, 40 kandidat në listën tonë prej 110 kanë kryer një ose disa nga ciklet e studimit në universitete prestigjioze evropiane amerikane, 25 kandidat vinë nga shkencat ekonomike dhe biznesi, 17 kandidat nga shkencat politike, administrata publike dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, 12 kandidat nga fusha juridike dhe drejtave të njeriut, 10 kandidat nga shëndetësia, mjekësia dhe shkencat e jetës, 10 kandidat nga shkencat sociale, filozofia dhe historia, 9 kandidat nga shkencat teknike, inxhinierike dhe eksakte, 7 kandidat nga arte, 6 kandidat nga gazetaria, komunikimi dhe media, 6 kandidat nga gjuhët dhe letërsia, 4 kandidat nga siguria dhe mbrojtja, 2 kandidat nga veterinaria, e këtu në Gjilan me lejoni ti theksoj ata që janë në rreshtin e parë midis jush e të cilët duhet të jenë përzgjedhja juaj për legjislaturën e 11. Shqipe Mehmeti Selimi numër 10. Arbresh Kryeziu Hyseni numër 26. Arjeta Regjepi numër 35. Adriana Matoshi numër 43. Liza Gashi numër 51. Elvira Ibrahimi Hoti numër 53. Labino Demi Murtezi numër 55. Luana Liu numër 88. Shpendu Hiu numër 91. Nevzat Aslani numër 104. Haki Huruglica numër 105. Dhe nga Bujanoci këshilltari im Ragmi Mustafi me numër 46. Atëherë të dashur qytetarë të Gjilanit, nesër një javë të numrin 116 i keni dignitetin e mirëqenjen, sigurin e begatin, ashtu qysh nuk keni lëshu pe me 28 dhjetor, me 7 qershor që t'jani pikën. Me 7 qershor, leta bëjmë pjesë të fitores së madhe, se cilën lagjet qytetit, se cilën shtëpi të se cilës rrugë Gjilanit, se cilën fshat të komunës, pra krejt për shtetin, sepse me qeverisjen tonë, me qeverisjen tuaj, keni shtet për krejt.
Faleminderit shumë e mirupafshim në tubime e takime drejt votimit të përbashkët dhe fitores të përbashkët të dielën e 7 qershorit.